shpërndarjes përmes rritjes arktimeve dhe Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri në një dalje për mediat ka paralajmëruar se fal rritjes së arkëtimeve qeveria do të shlyejë deri në muajin prill të 2015-s të gjithë prodhuesit e vegjël të energjisë elektrike. Detyrimi ndaj heceve private përfshir hecashta për periudhën janar-tetor 2014 është 7.89 miliard lek. Deri në fund të vitit detyrimi parashikohet të arrijë deri në 8.87 miliard lek. Nga ky borxh është likuiduar 2.99 miliard lek, ose 34% e tij, tha ministri Gjiknuri. Përmirësimi i performancës kompanisë shpërndarjes përmes rritjes arktimeve dhe uljes humbjeve po shoqërohet edhe me shtimin e të ardhurave dhe pagesave ndaj korporatës elektroenergjetike shqiptare, në njëkohësisht edhe ndaj investitorëve privat që kanë investuar në fushën e gjenerimit të energjisë elektrike. Brenda muajit prill, angazhohemi dhe kemi thënë dhe publikisht, do të bëjmë të mundur shlyerjen e të gjithë detyrimit, pra të gjithë tyre akumulimit të faturave në vlerën 100%, pra brenda muajit prill të vitit 2015. Ndërkaq rritja e likuiditetit dhe fillimi i shlyerjes së borxheve ka ardhur në sajt performancës më të mirë të shoqërisë shpërndarjes, si dhe të gjithë sektorit në tërësi, përfshirë edhe 2 kompanitë e tjera OST-ja dhe Keshi. Më pas ministri u ndal edhe të rezultatet e arkëtimeve fal operacionit në gjithë vendin kundër vjesëve të energjisë elektrike, ku janë regjistruar arkëtime rekord, ndërkohë edhe humbjet në rrjet janë ulur ndjeshëm. Mesatarja progresive e humbjeve për periudhën janar-nëntor të këtij viti është ulur në 37.8%, ndërkohë që në vitin 2013 e njëjta mesatare ka qenë 45%. Pra dhe këtu kemi të bëjmë me një rënje drastike të humbjeve. Për periudhën janar-nëntor 2014, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, arktimet janë rritur me 8.2 miliard lek, ose thënë ndryshe 23.5%. Gjiknuri më tej tha se janë gjithsej 7.318 klientë familjar që kanë përfituar nga zbritja 80% e kamat vonesës, duke likuiduar plotësisht borxhet e akumuluara ndaj kompanisë së shpërndarjes.